Vendet që shqiptarët nuk kanë patur urrejtje fetare. Pse mendoni se ka ndodhur kjo? Dhe pse ndodh kjo? Sepse janë pri nga amanetet e mëdhaja të rinjtënasve tonë. Duke po në momentet kritike të historisë, vaso po Shkodrani doli me atë thonjën e madhe që feja shqiptarit në shqiptaria. Doli Gjergj Fishta dhe dha mesazhe të jashtëzakonshme, saqë në një moment shumë të rënd, të kombit shqiptar, Gjergj Fishta u mërzit aq shumë, sa ne dati base nuk e ke lexu dhe nuk e ke dëgju këtë histori, doli në Shkodër dhe filloj të pliste si gomar. Dhe erdhen shkodrant aty dhe i thanë, o aty në qka ke? Tha, kur flisja nuk më dëgjonit, kur shkruja nuk më lexonit, tani që gjeta gjuhën e juj, po plasi gomar sa mirë po më kuptoni. Kështu që rilindasit tonë, mendjet të ndriturat kombit shqiptar, unë kam pos fatin e madh me boj intervist Adzef Plumbin, Simon Jubanin, kam pos fatin e madh me gjiru për televizionin suedez meshën e parë në kishën e Shkodrës, a kupton? Dhe kam po hoxhollar të jashtëzakonshëm që kanë prediku vetëm paqe, dashuri, për shembull në pajtimin e gjaçeve. Janë hoxhollarët në Kosovë, Anton Qeta ishte prisë. Bravo, së bashku me të madhin, me plakun e legjendave Anton Qetën, që u futën dhe i pajtun gjaçet që është vepra më madhore e kombit tonë vitet 90.